Konjusa në fakt ka deklaruar se i kanë gati emrat për president konsensual. Pra të dyja partitë do t'i shqyrtojnë këta emra. Besoni që do të ketë, pra do të mund të arrijet, mund të themi sepse po e ripërsërisim, por a mund të ketë marrëveshje sot, a mund të presim që të zgjidhet dhe emri për president konsensual të bëhet publik, pra? Po pra, duhet ketë marrëveshje dhe natyrisht duhet ketë përmes konsensualitetit një kandidat apo kandidate që pajtohen të dy palët, e cila ose i cili do t'jetë i pajtushëm, i pranushëm për të dy palët, sepse besoni që kjo mënyrë e kontaktimit, komunikimit, interkomunikimit me njëri tjetrin, zvarritjes pa arsyeshme, madje edhe pa mas dhe pa kufi, në aspektin diplomatik, politik, po dhe shtetëror dhe demokratik, nëse doni, është një nonsens që po na ndodh dhe kjo do duhet ndërpritet. Pra, këtu nuk ka sepse zvarritet më tutje. Bëhet takimi, i ofrojnë emrat dy palët, dakordohen për një emër, shpallin dhe caktohet me njëherë vazhdimi i seancës konstituive, gjë që fatkeqësisht jemi në shkelje kushtetuese, por sidoqoftë këta janë mësuar, edhe këta që janë pushtet, edhe ata që erdhën ma herët e ishin pushtet 20 vjet, ta shkelin kushtetutën me të dy këmbët dhe jo një herë, por në vazhdimsi fatkeqësisht, dhe prandaj tani akuzojnë njëri tjetrin.